Etapat e njeriut në dashuri janë të çuditshme, po diskutoja me një shokun tim. Deri në moshën 20 vjeç, të rinjt, zakonisht meshkujt, por edhe femrat, mendojnë gjithmonë njërin. Ajo e dashur, ai më i dashuri, edhe sikur të shkoj me një tjetër, me 10, se ka problem. Pra gjithmonë mendon njërin. Pastaj në moshën 30 vjeç, sapo gjen të dashurën apo të dashurin, bën dashuri. Me një fjalë mendon vetëm për dashuri. Pasi kalon moshën 40, pastaj shkon dhe ngrihet në mëngjes dhe mendon se si të bëj kafen. Kurse në moshën 50 e lartë, falenderon Zotin, si thon disa, falenderon Zotin që është gjallë dhe gëzon jetën, sepse gëzon njerëzit që ka përreth, pra familjen, gruan, burrin, fëmijët. Por sa po kalon moshën pastaj 60 vjeç, është problem. Është problem sepse fillon edhe tretet trupi i tij, edhe mendja njëkohësisht. Megjithatë kalofshi bukur.